Ky është një komunikim me sarkazm I bërë me smishësh dhe s'ka të bëjë me asgjë tjetër. Ka qenë, konsideroj se është edhe cenimi privatësisë, ai vend është vendi punës për deputetin, prandaj mesazhet në privat nuk e konsideroj se janë për publikun. Edhe ato mesazhe, siç e thash, janë me sarkazm, pra prej këtu kërkoj falje. Nëse ka pasur ndonjë rezon, qoftë për lëvizjen vetëvendosje, për qytetarët dhe votuesit. S'ka të bëjë me asgjë, as ofenduese, as asgjë. Po patjetër është hyrje e privatësisë. Po procesin e vlerësoni prapë si të tillë? Cilin proces? Që keni konsideruar që votimi po bëhet në formë karate, ai vjen që po bëhet kundër kushtetues. Jo, absolut jo. E keni pa që është në thonjza, domethënë si një fjalë me sarkazëm e përdorur, e që thjesht nënkupton se edhe në mungesë të opozitës, deputetët e mazhorancës do të bëjnë votimin sipas rregullave dhe procedurave, e dëgjuat edhe tash kryeparlamentaren, ushtruesin e detyrës presidentes, e cila gjithashtu edhe një herë konfirmoi se vetëm një deputet ka kërkuar leje që mund të mungojë në seancë sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Ti që kemi disa raste kur vlerësohet që është cënuar privatësia, në këtë rast në një anë është privatësia që ju po quani që është cënuar, dhe në anën tjetër është një epitet që është dhënë një procesi që ka të bëjë me një pozitë shtetërore, pra zgjedhja e presidentit. Edhe një herë po e përmendi që thonjzat janë ato që nuk mund ta konsideroni që është dhënë një epitet, është bisedë mes miq dhe është me sarkazmi përdorur, mirë por nuk ka të bëjë me seriozitetin e procesit as me gjëra tjera. Pjesa tjetër është se do të shohim çka do të vendosë gjykata kushtetuese. Edhe është cilësuar si një publikim I një plani edhe pjesa në fund është festa e gëzimit gjithmonë paqe, që I bie se kanë qenë duke e anuluar një termin I paraplanifikuar për një fest, një mikut, 2 javë më parë s'pako. Dhe thjesht I kam thonë se seancat e pa planifikuara zgjatën më shumë dhe se nuk mund të jem pjesë e ahengut edhe ta ndaj gëzimin me të. Prandaj e keni parë në fund që I kam thënë festa e gëzimit gjithmonë paqe, edhe ju nëse nuk e konsideroni që është cënimi privatësisë kjo, atëherë përbes nuk është në rregull kjo. A mendoni që do të shkojë në gjykatë kushtetuese? Pra është mendimi I vërtetë? Nuk e di a do të shkojë në gjykatë kushtetuese. Jo, nuk është. Nuk mund të flas për planin e vetëvendosjes përderisa unë përfaqësoj deputetin. Të mijat janë natyrisht. Po ju mendoni që do të shkojë rasti në gjykatë kushtetuese? Po e thash që nuk e di nëse do të shkojë. Si do të vendosë gjykata kushtetuese? Prandaj, nëse shkon kushtetuese, nëse. Pra ky është plani I vetëvendosjes. Unë edhe një herë ju thash, e përfaqësoj deputetin Naim Bardhiqi, që është deputet në Kuvendin e Republikës. Me qenë se e përfaqësoj. E keni parë komentet e zonës Muslimit që ka thënë që një njeri që ka kontribuar në luftë dhe në paqe nuk do të shërbejë në shkatimin e institucionit të vendit. Muslimit është kolegja ime diku me këtë. Nuk dua ta komentoj përbes epitetin që më ka dhënë kolegja Musliu. Kolegja Musliu më njeh prej vitësh, po edhe familja Musliu të cilën e respektoj, prandaj nuk dua që në këtë konotacion politik të përzidhet jep mendime tjera. A jeni qortuar nga subjekti juaj zoti Bardhiqi për gjuhën që keni përdorur? Jo, për arsye se nuk ka pas hapësirë të diskutimit lidhur me këtë çështje. Mirë po, nëse diskutohet, unë jam I gatshëm edhe kisha ndërmend që të kërkoj falje, tani kërkoj falje me qenë se u ndala këtu para jush, para publikut, nëse këdo qoftë ka mundur ta lëndoj qoftë individin, procesin apo institucionin ajo fjalë që është përdorur. Për seancën e sotme, a është menduar një disiplinë tjetër e sporteve të rana për me votu, me qenë se jo karate? S'kam koment në këtë pyetje ironike tuaj seriozisht. Është ofenduese. A mendoni të vazhdoni rrethet e tjera, apo raundet e tjera të votimit pavarësisht që jeni kritikuar për shkelje kushtetuese? Unë nuk jam udhëheqësi I seancës dhe ju e dëgjuat edhe pjesën e tanishme të seancës e cila u zhvendos për orën e pasditës dhe e dëgjuat me vëmendje se në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe me interpretimet e Venecias, deputetit janë të obliguar të qëndrojnë në sallë, përveç në rastet kur
janë të arsyetuar nga kryekuvendari. Faleminderit edhe juve.